Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndarë një histori shumë të dhimbshme, një histori tradhëtie. E kapa burin tim në shtrat me kolegen, por jo duke kryer marrëdhënie, por për të parë ndeshjen e Shqipërisë. Tani shihet ndeshja me kolegen e punës në shtrat. Çojmë që do thot kjo histori. Nuk e kisha menduar kur që një ditë historike për Shqipërinë do të kthehej në ditën më të errët të jetës time. Ishte dita e ndeshjes Shqipëri-Zvicër në kampionatin evropian. Një ditë që shumica e shqiptarëve do ta kujtonin me emocion, me krenari, me lot në sy për flamurin kuqezi. Por unë do ta mbaj mend përgjithmonë si ditën kur më humbi bota nën këmbë. Si ditën kur zbulova se buri im nuk ishte shkuar në Francë për të ndjekur ndeshjen, siç më kishte thënë, por ishte këtu në Tiranë, në një nga restorantet më të njohura të qytetit, ulur përballë me një femër tjetër, kolegen e tij të punës, i përqafuar me të, duke parë ndeshjen si një çift i lumtur. Po e nis nga fillimi. 2 ditë para ndeshjes, më tha që kishte bler biletën prej kohësh dhe se do të shkonte vetëm në Francë, nga që biletat ishin të limituara. E besova, nuk doja të bëhesha xheloze për një ndeshje futbolli, për një pasion që e kishte gjithmonë. I besova fjalës së tij, ndoshta më shumë se sa duhej. Madje i ndihmova edhe për të përgatitur valixhen. I vendosa edhe shallin kuqezi që ta mbante në stadion. Ai u largua nga shtëpia atë mëngjes dhe më dërgoi një mesazh ku më shkruante: "Do jem me mendjen tek ti dhe tek Shqipëria." Unë dola me shoqet për të parë ndeshjen në një ambient të bukur në qendër të Tiranës. E kisha veshur një bluzë të kuqe dhe isha plot emocion. Ule me shoqet dhe në një moment syt më shkojnë në një tavolinë afër dhe më ngrihet zemra. Ishte ai, buri im, ai që duhej të ishte në Francë, ulur përballë një femre. Kolegja e tij, e përqafuar me të, kokë më kokë, duke parë ekranin e madh. Ishin shumë afër, tepër afër për 2 njerëz që ndajnë vetëm punën. Mu pre fryma. Të gjitha shoqet më panë dhe më pyetën: "Çfarë ke?" Nuk thash gjë. U ngrita në këmbë dhe u afrova tek tavolina e tyre. Ai u zvert. E pa që e kisha parë. U ngrit në këmbë dhe u mundua të afrohej, por unë vetëm i thash me zë të ulët: "Ti nuk je në Francë?" Ai mbeti pa fjalë. Kolegja vetëm buzëqeshte, një buzëqeshje e hidhur, e ftohtë, si për të më treguar që ajo kishte fituar. Nuk bërtita, nuk bëra skena, mu erën syt. U ula 5 minuta me shoqet që mezi po merrnin vesh çfarë kishte ndodhur. Aty para gjithë njerëzve ndjeva poshtërimin më të madh të jetës time. Ai u mundua të më afrohej sërish, të më fliste, të më shpjegonte diçka, por çdo fjalë e tij binte kot në ajër. Ika pa kthyer kokën pas. Mora çantën dhe lash gjithçka aty. Ai më ndoqi deri tek makina, më lutej, më thoshte nuk është ashtu si të duket. Por si është atëherë? Ti më the se do t'ishe në Francë, ndërkohë që ti ishe në Tiranë përballë meje, në një tavolinë me një grua tjetër. Kishte muaj që më gënjente. Kolegja me të cilën kishte nisur të dilte në udhëtime pune, të qëndronin vonë në zyrë,
të këndbenin mesazhe, unë ndjeja që diçka nuk shkonte, por kisha mbyllur syt derisa s'munda më. Atë natë nuk erdhi në shtëpi. Unë nuk e hapa telefonin, të nesërmen mora një vendim. Nisa procedurat për divorc. Ai e dinte që po kishte humbur. Nuk është vetëm tradhtia që dhëm, por mënyra si u bë dhe si më po shtërsoi në sytë të gjithë njerëzve. Sot vuaj. Vuaj sepse e doja, sepse i kisha besuar, sepse isha krenare për të, sepse kam ndar jetët me të, por nuk e dua më. Sepse tani e di njeriu që të gënjen me aq qetësi, që të poshtron publikisht, që të tradhton me një kolege dhe e sheh në sy duke të bërë të ndihesh budallaqe, nuk të ka dashur kurrë. Ndeshja Shqipëri dhe Zvicër u harrua për të gjithë, por për mua ajo ndeshje është plak që s'do të harroj kurrë. Dhe nëse një ditë më thoni të tregoj që ndodhi në atë Europian, do ju them, aty humbi Shqipëria, por humba edhe unë. Buri më tha se do shkonte në Francë për të parë Shqipërinë, por unë e kapa me kolegen në një restoran në Tiranë. Pas ditën e asaj dite, shtëpia ishte më e ftohtë se kurrë. Heshtje, gjithçka. Heshtje në dhoma, në kuzhinë, në shpirtin tim. Ria ulur në divan me shallin kuqezi në duar dhe me syt ngulur tek dera që nuk hapej më për të sjell burin që unë besoja se do t'ishte njeriu jetësime. Ishte si të më kishin vdekur dikush, jo një njeri, por një ëndër. Një martesë, një besim, një jetë që kisha ndërtuar me kujdes, më ishte rrëzuar brenda meje. Ditët që pasuan ishin edhe më të vështira. Ai më shkruante, më telefononte, më kërkonte të bisedoni, më lutej të mos i jepja fund gjithçkaje për një gabim, por për mua nuk ishte thjesht një gabim, ishte një zgjedhje. Kishte zgjedhur të më gënjente, kishte zgjedhur të më tradhtonte, kishte zgjedhur ta ndante momentin më të veçantë për kombin me dikë tjetër, jo me gruan që kishte në krah prej vitesh, dhe kjo nuk falet. Ajo femër, ajo kolegja, nuk kërkoi kur falje, përkundrazi postonte foto në Instagram me statuse thumbuse, si në dashuri nuk ka rregulla, apo kur dikush të bën të ndihesh e veçantë, e kupton që s'ka qenë kurrë e dukura. Ndjeva si të më vinte gjaku në tru. Por unë, çfarë isha për të gjithë këto vite? Kur isha unë për burin tim, nëse një kolege mund të zëvendësonte kaq lehtë vendin tim, a mund ta zëvendëson një gruan, një femër e cila futet në jetë pa prit?